Mirëmëngjes që të gjithëve. Mirë se erdhët në shtëpinë tonë dhe sot në këtë ditë të hënë, data shënon 6 tetor 2025, javë e re dhe javë e mbarë për të gjithë. Zonjat e mia të bukura, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Yjet të bukura? Mirë jemi. Si vajti fundjava? Mirë, e ime shumë mirë shkoj, me familjen, drejt jashtë me familjen. A shumë. Ngrëm shumë, po hajtë më, mirë. Po s'ka gjë. Si të mund të nesër me. Vajtet regjim pastaj. Jo, s'na u hante, jo s'u mbaj regjim, se s'u mbaj do të regjim, po nuk mu hante më, si duke trupi tha boll, sa ke ngrën shumë dje. Ma mbyll. Jo, se trupi të jep sinjal. Jep sinjal, jo boll sa. Dje ka më vetëm makarona të thjeshta, kështu me çik radikë dhe kjo. Makarona. Të thjeshta. Bjaft pas ka thënë trupit, pas ka thënë stop. Thjeshtë makarona. Okej, bravo, signora. Si jeni sot me këtë shiun me këtu? Mirë. Një kohë pa vendosur, herë dilte dielli, herë binte shi, po jemi shumë mirë, ne jemi të përgatitur. Alban tani këtë gjëra. Po. Kështu është kjo periudhë tani, vazhdojnë, ja do të ketë disa ditë pak me diell, pastaj do rikthehet prap shiu. Dhe me thënë të drejtën na kishte marrë malli për shiun, them, jo në masë të madhe, se duhet mendojmë edhe për njerëzit të cilët kanë vështirësi, pra që shiu i krijon vështirësi, po e marr pak më lehtësh, po them që na kishte marr pak malli për shiun që ta freskon. Po, na kishte marrë malli shiu edhe tash. Shumë dashuri e pritëm. Edhe mund të ishim brenda pak muluar me një çaj të me çik gështenja tani. Gështenja. Që kanë filluar gështenjat? Po, kanë filluar gështenjat, po neve në shtëpi ende nuk kemi marrë. Asun? Po pra. Por kanë filluar gështenjat dhe ka lezetin e vet, ajo gota e verës në darkë, në fundjavë, me pak gështenja të pjekura. Vere me gështenja. Lëre më pastaj kur të ndizet o gjaku, kush ka o gjak? Skemi. Do ndezim sobën. Shumë mirë sobën. Në rregull, ne do jemi këtu deri në orën 12 pa një qerek siç bëjmë çdo ditë nga ana të premte, shoqëruesit tuaj të paradites, me plot receta dhe të ftuar. Kemi këshilla sot. Këshillat të cilat janë vërtet të nevojshme, se në fundit ne kemi shumë të rëndësishme për t'ju dhënë këshilla nga kjo studio, por përpara se të themi receta, të themi përmbajtjen e programit për të gjithë ju, sigurisht që do i hedhim një sy si çdo të hënë, fotove nga publiku. Do shpërndajmë vjeta, do shpërndajmë. Ne nisim. Kjo është receta e parë. Ka ato byreçka të tigan. I ka qarë. Sa të mira e ka bërë fantastike. Janë receta të cilat ne japim çdo të hënë, pra receta po i hatë. Po në sinjal trupi kësaj që do të haj tani. Trupi e mbaroi ato të djerë sot mund të hash. Tani mund të hash, dha leje. Okej, shumë mirë. Shkojmë tek radhës tani. Qoftet me karrota këto. Qoftet me karrota, ja. Po, të shkëlqyra, ma të salsën shoqëruese. I lumshin duart. Po prap tek byreku. Ka bërë prap to byrekun e tigan. Ishin hit, ky ka qenë hiti i kësaj fundjave dhe javës, në fakt nga momenti. Edhe mami mi kishte bërë, po nuk kishim për dot foto se kishte haruar. Ngrën pa kuar dhe fotot. Dhe ndërkohë është edhe kjo. Është ne kemi bërë shumë nga këto. Po. I lumshin duart edhe pas ka pjekur e pas ka qarë. Është në pispilia apo jo? Pispilia me spinaq, ne kemi bërë jo me. Shko çan don ndonjëherë. Ose tava me presh, ndoshta me presh. A di jo, dua ta them këtë, a di çfarë ndodh që për shembull zonja dërgojnë dhe foto të recetave që ne mbasi kemi realizuar më përpara, por i bëjnë tani se i ruajnë, pastaj i kanë edhe te faqja jonë Instagramit në shtëpinë tonë. Mjafton vetëm që të shkruani siç ka shkruar zonja në radh kek me banane, të shkruani atë tek fotoja. Po, shumë i bukur pas ka dalë dhe si ka vendosur edhe ato banane në mes. Dhe ju dhe shkruajtur banania. E lehtësoni shumë jetën nëse shkruani se çfarë është kjo recetë që keni zgjedhur, se siç ta Albani mund të jenë dhe receta të sezoneve të përparshme. Pastaj kemi po prap qoftet, shumë bukur i pas ka prezantuar zonja. Rukola është ajo shtruar? Po, rukola. Rukola edhe sallatë. Po, është rukola që gjithë e madhe. Sallatë kam përshtypjen. Pastaj kemi një tiramisu. Sa bukur pjata. Tiramisu e buti mi gju. Praktikisht i bie. A kështu është? Pa, e vërtet. Fantastike. I lumshin duart zonjave. Dhjeta me yll? Po, me yll dhe me xixa. Edhe me xixa. Xixa tjep zonja Julka. Xixat janë sektori im, edhe yjet janë sektori im, me yje me xixa. Okej, këto pra ishin disa prej recetave që ju keni dërguar në faqen tonë zyrtare në Instagram në shtëpinton.tch. Tani është koha për t'ju treguar se çfarë ka vendosur Linda të gatuaj sot për ju.
Receta e sot janë dy receta që unë i dua shumë. Receta e parë është ky brownie që kam përgatitur aty, që është foto kur thon italian non rende giustizia. Do të thënë foto nuk i jep drejtësi. Po, pra nuk është s'është asgjë në foto që është në realitet. Po, e përkthyer. Është shumë e mirë se lagësh me çokoladën brenda, kështu sipër brenda ashtu. Duhet të anit pak, e di që kështu ka kalori e them dhe vetë, po njerë duhet me ngrënë, them unë. Ua, po që E pa ta bërë para sa ditë orë, thashtë se kemi bërë në emisione, shpejt. Njëherë duhet me ngrënë, thua ti? Duhet ta ham njëherë? Po dhe 2 herë. Pa tjetër. Tash po e provove njerë nuk e le më. Pra, kjo është çështja. Kjo është çështja njerë po ta provosh. Kjo është receta e parë. E dyta? Receta e dytë do bëjmë linguine me perime, po dhe me një salë çik ndryshe, them unë. Do të anëshoj zonja se si do të bëjmë salsa. Ani në dukje, shumë ndryshe duket. Ka shumë ndryshe. Jo qik, po shumë. Shumë ndryshe më duket, kështu që mezi po pres që të Po, shohë del vërtet shumë e mirë. Nuk e kemi bërë asnjëherë, janë gjithë përbërës shu do thuash si ka mundësi, po kur ta provosh pastaj do thua, ua Linda sa e mirë qënka. Jam kurioz. Kini besim. Jam kurioz. Ja, do t'i shohim realizimin e recetave vetëm pas pak, ndërkohë në pjesën e tretë të programit do flasim pak për nepsin. Të gjithë kemi. Për që sa po përjetuam ne duke parë fotot e recetave të Lindës edhe gative tuaja. Por në një këmbvështrim pak më të gjerë, që do të thotë edhe pak më shëndetësor. Do kuptojmë ditën e sotme me Adela Dagjonajin që do të na vi në studio, që është natyropate, se çfarë mungese ka trupi jonë, sepse nepsi në fakt është edhe një lloj sinjali që trupi ynë na jep për mungesat tona, pra dhe me çfarë mund t'i zëvendësojmë. Për shembull, kur kemi neps për të ëmbla, çfarë mund të konsumojmë të shëndetshme dhe çfarë mungese ka trupi ynë, pra çfarë elementi ka në mungesë trupi ynë që na jep këtë sinjal që ne ta plotësojmë. Kështu që vëmendje të madhe, sepse do kuptoni për shembull kur keni ato nepset për kara qef për tort, mund të karën sheqerit. Ja, karën sheqeri, po mund të kesh një mungesë tjetër dhe mund ta zëvendësosh me një produkt tjetër. Dhe me zor po presa të gjoja Adelaide. Është shumë interesant. Magnezi thonë. Ke mungesë energjish. Ke shumë gjëra. Ja do na tregoj. Jo vetëm ashtu sikurse kur më falni se unë ngrit. Po, s'ka gjë. Po nejse, e rëndësishme është që neve këto nepset për këto të ëmblat e pashëndetshme, të marrim nga Adelaide të gjithë djenin e mundur me çfarë mund t'i zëvendësojmë, që po prap elementet të cilën ai kërkon trupi dhe na jep sinjale, t'i zëvendësojmë, po t'i zëvendësojmë në mënyrën më të shëndetshme të mundshme. Tani në Adelaide do na thot ha banane sa duash, po un pa ngrën brownin e zonjës Linda sot nuk largohem. Po jo se ham në brownin. Sot ajo flitet për nesër këtu. Jo, në Adel kua kemi ngrën brownin, ne dhe pastaj kur të thot Adelaide, themi po jo shikoj, nesër. E nisim nesër se ne e te kaluam. Ndërkohë, në pjesën e 4? Në pjesën e 4 do të kemi herbalistin zotin Irfan Gjeca, i cili do të vijë dhe do të flasim pak për shegën. Kush nuk e do shegën? Por ma merr mendja edhe pse mund të keni një lloj dienie që është shumë i mirë për shëndetin, ka plot vlera ushqyese, është një antioksidant i fuqishëm, mund të bëjë shumë mirë për zemrën, mund të bëjë shumë mirë për shumë gjëra, edhe për inflamacionin në trup. Do të vi pikërisht dhe do të na flasë ai sot të gjitha me detaje, duke marrë shegën që nga lëkura e t'i shkojmë deri në zemër. Sepse lëkurën sigurisht që neve e përdorim qoftë nëpër sallata, e përdorim sigurisht kështu kur jemi duke parë një film edhe i ham. Lëkurën e shegës? Lëkurën e shegës tash? Po. Shegën thash. Okej. Se dhe unë qanë të recita, jo se s'ka që se mund... Shegën e ham kështu. Kokra, pastaj sigurisht lëkurën e bëjmë edhe çaj, për shembull, për kollra, për gjërat. Kështu që është po prap një bisedë po aq kurioze dhe gjethet e shëndetshme. Gjethet nuk i kam përdorur ndonjëherë me së drejtën, por te lëkura e te këto farat e te këto të bardhat që kam midis deri aty kam shkuar. Por sot do të jem të rysyevesh për zbuluar akoma më tepër mbi këtë gjë që e gjejmë rëndom tani është në sezonin e vet. Në sezonin e vet. Kur kemi gatuar një sezonin e parë, më kujtohet mua që gatuam me shegën dhe ishin shegët e bukura të mëdhaja. Vale, na dolën gjitha të bardha. Dhe i preme dhe na dolën të gjitha të bardha dhe ngelëm ne thamë. Surprizë dhe çfarë të bënim. Ndodh edhe kështu që keni parasysh. Tani është koha për të shkuar në kuzhinë. Ne gatuam neve. Ne po shkojmë. Brownin. Tani si më çik javën me ëmbëlsi. Ta bëjmë ne gati ty e ti ta hash pastaj. Gati jam unë këtu ju pres. Mirë. Në kuzhinë tani me Lindën. Ky brownie. Vetëm çokoladë paska më Julka. Çokoladë sa të duash. Sa të duash çokoladë. 2 lloj çokoladash. Llojra. Po ja, ta ham një çik të çashkja. Kesh me qumësh? Kesh me qumësh, po. Mirë mund tash çik. Fantastike.
Mirë, do bëjmë këtë brownie tani. Brownie është një recetë shumë e mirë. E ëmbël, pa diskutim, e këndshme shumë. Nuk mund të thëmë e shëndetshme, po gjithsesi është qeflije. Po, ta them që ta quajmë recetë qeflije. Ashtu është Albania. Të bën me qef, ja ke qefin ti, ta ka qefin ajo ty, kështu që është e përshtatshme. T'ju them përbërësi tani shpejt, më pas me njëherë Linda ju shpjegon gjithçka për realizimin e brownit të ditës së sot me brownit me çokoladë. Ju duhet për realizimin e kësaj recete 120 gram miell ola. Veç kësaj, nevojiten 190 gram sheqer, 190 gram gjalp, 190 gram çokoladë e zezë, 30 gram kakao e hidhur, 3 kokra vezë dhe një gjysmë luge e vogël me fryrës për torta. Pastaj për ganazhin në fund, ganazhi i çokoladës që bëhet, që është ne nuk mund t'i themi dot një salt, po ja t'i them përbërësit pastaj ta shpjegoj. Duhet 200 gram çokoladë me qumësht, 100 ml pana ëmbëlsirash dhe therrime çokoladë në fund. Ja këtu që t'ja e tas përkasim sipër. Ganazh, ju e dini, është termi i pastiqerisë që përdoret për këtë salsën kremoze me çokoladë, që përdoret për ëmbëlsira të ndryshme dhe për këtë këtu, edhe për brownie. Quhet ganazh, se mos e ngatroni dhe thoni ingranazh. Është tjetër ai. Jo ingranazh. Ganazh. Kam përshtypjen e keni dëgjuar të. E kemi përgatitur edhe këtu. Po, e kemi bërë edhe herë tjera, me thënë drejtën. Do ecim apo po harrova? Ku do ecim ne pa bërë thirrjen të përhershme? Jo, nuk ecim. E 2, e 3. Si a keni bën emrin drekës po i gra? Burrët, I lëm pushim sot? I lem. Më i gra. Vetëm gra sot. Nese do ta bëjmë me burrat, me sa duket. Na shkruani në shtëpinë tonë @tch që është faqja jonë zyrtare në Instagram, e që ju duhet na shkruani patjetër të gjitha mesazhet tuaja, çfarë do gatuani sot. Kam përshtypjen 80% do jeni duke gatuar grosh. E sigurt është kjo, ose pilaf. Po grosh shumica. Nesër pilafi, sot grosha, nesër pilafi. Po mund të kombinohen të dyja bashkë. Sot grosha, nesër bëhet pilafi dhe groshin që ka tepruar nga sot e hidhni sipër. Ja. Kështu kemi bërë gjithmonë historikisht. Ecim? Po. Tani kjo është çokolata që do ta lëm në fund fare mbasi të piqet, do ta bëjmë kështu copa siç është ke foto, kështu ta grim. Dhe këto janë çokolata me panën që do të përgatitet kremi, ajo ganasha e çokoladës që dhe ajo mbasi të piqet, Tani këtu kemi përbërësit që do ta krijojnë, domethënë brownie në vetvete. Si do të veprojmë? Atëherë, tek kjo tenxhere e vogël do të hedhim gjalpin, qëndrova çokoladën. Ka është me qumësh është për sipër, do të hedhim dhe çokoladën e zezë që do ta coptoj dhe do ta tres me temperaturë të ulët, nuk dua që të më digjet çokolata. Do ta coptojmë. Më pas do ta hedh në një tas që të më ftohet pak kjo masë dhe do të shtoj vezët, do të shtoj sheqerin, do ta trazoj mirë të sheqerit më tretet dhe më pas do të shtoj vezët një nga një, duke kontrolluar, duke përzirë dal nga dal, natyrisht do të jetë një masë e vakët. Do të shtojmë kakaon, do të shtojmë mielin dhe do të shtojmë dhe fryrsin. Unë do të shtoj edhe pak kripë se duhet ke kjo gjithmonë ke këto lloj recetash. Do ta vëmë të piqet me 180 gradë ke 30 minutë që jo më tepër, duhet mbetet një masë e lagësh brenda, sepse nuk po bëjmë kek, po bëjmë brownie. Dhe brownie karakterizohet nga lagështia e tij brendshme. Vazhdo të çkesë, do të rregulloj fjongun, se është shumë e bukur, shumë e rëndësishme dhe të duket bukur. Bravo. Tash unë do të eci, do të thënë eci me recetë. Jo, eci me veprimet. Ne edhe mund të ecim se studio mashallah kemi mjaftueshëm, po eci me veprimet. Po, tash ti do të ngri çokoladën e zezë, sepse këtë me gjithë gjalpin do t'i përdor tash ti. Nuk ka nevojë për banjomari këtu? Jo, sepse kemi gjalpin. Okej. Por është vetëm çokoladë për t'u tretur, në mënyrë absolute duhet banjomari, s'ka, nuk të falim dot, jo. Dhe mos bëni eksperimente me përbërësit, me masat e përbërësve, jo dini shumë mirë në pastiqeri, nuk luhet shumë me këtë pjesën. Tu janë fikse, unë kam dhënë kështu, me qenë unë mund të edhe 200 gram, po jo, aq duhet që janë. Brownie është fik delikat. Nuk është se është kështu, do të keni pak vëmendje për të bërë brownie. Që të dalë ashtu i lagësht brenda, siç duhet. Se nga ajo dallohet nga keku, se mund ndryshe bënim kek me çokoladë. Diferenca ajo është më e rëndësishmja, diferenca e rëndësishme është pjesa e lagështirës, ai çokoladës që shkrin që është si e butë. Që po na hahet tani nepsi. Unë kam ngrënë aq shumë Alban, ças kam ngrënë këtë weekend, këtë fundjavë. Edhe unë nuk jela pa ngrënë këtë weekend, po nuk na mbaron nepsi. Edhe s'po më do trupi sheqer sot. Po unë do ta haj këtë se s'bë. Do t'jo këti brownie, kënë të reziti? Jo. Të doje, mos të doj trupi sheqer? Ja japim le me zor?
S'ka! E do se dhe unë dyja, ja. Do ta provojmë këto se është fantastike. Ndërkohë, pra, po e pret çokoladën që të ndihmojnë për tretjen e saj, ka më të thjesht kur është në copa të vogla. Kjo është çokoladë e zezë, do të thënë le të ketë 70% le të ketë kakao në këtë rast, që automatikisht e bën më të shëndetshme. Tani ne e dim, kemi folur e pas herë në program dhe ju e dini edhe vetë me thënë të drejtën që sa më me përmbajtje të lartë të çokoladës të jetë, aq më shëndetshme është se çokolada në vetvete nuk është e dëmshme. Madje rekomandojnë, unë ta kam thënë, e kam treguar këtu se si ka filluar i me bita konsumoj çokoladën, sepse pediatra, nga që vuante kur ishte e vogël, vuante nga kolla shumë, se hunde vogël dhe kur i ishin hundët, pastaj ajo bllokoi e gjitha. Dhe rekomandohet nga mjekët që ta konsumojnë një copë të vogël sigurisht për t'ja lehtësuar sepse ndikon tek gjëndrat e poshtymës dhe e lubrifikon fytyn. E kam mësuar për herë parë nga pediatri aty me bie, të cilën e përshëndes sigurisht, dhe e lubrifikon dhe i pushon të kolla, moj, po të them. Vepro dhe për të mëdhejt kjo. Ne na lubrifikon që të shkeme të. Se unë e kam fytyn shumë keq të dytë. Sigurisht që është që funksionon. Atëherë duhet të lubrifikoj fytyn. Dhe dua të them që edhe me këtë që thash, dua të tregoj që edhe mjekët, edhe specialistët çokoladën e vërtet e rekomandojnë. E rekomandojnë që të konsumohet, pra mos i bini me top, sigurisht. Por ta konsumoni mjaftueshëm. Tani unë në këtë rast po e përdor çokoladën e zezë sepse është më intense, më e fortë shija e çokoladës, e zeza jep më shije më të fortë. Ndërsa sipër atë kremin me çokoladë me qumësh sepse është çik më e lehtë ajo, si më thë. Doktor ti do lubrifikosh fytyn ti, se fus dot se pastaj s'flas dot. Kam faqe mjaftueshëm unë. E di, jam si puna e ketrave. Ke parasysh ketra që i marrin dhe vendosin në faqe? Pushimet? Ashtu i fuzda unë, ja. Ku shkoj mendja deri. 2 copa çokoladë në 2 faqet edhe jam në rregull. Edhe flas dhe ndërkohë çokoladën e kam kështu, shkrin aty e ndjej të gjithë lezetin. Tani pra do të shtojmë dhe gjalpin. U bëra nga leporush ketrush. Po, pra ketrushi. Ketrushi. Ketrushi ka pasur që në ushit tim unë aty të parit. Ketrushe thjesht, kur zbrisë shkallës, zbrisë kështu si kështu të tuq. Sa që nuk ka keni pas ju zonjë? Jo, është i dyti. Tash në Itali kisha para se të merja këtë timin, kisha qenë te komshive, vdisja për ato, derisa mora timin. Tash i kemi këtë tjetrin që i kemi marrë nga rruga, po në fakt ftoj dhe njerëz, nuk ka nevojë të blejmë, rrugët janë plot me qenë, kështu që është gjë e bukur ta adoptojmë. Limonin nxjerr nga rruga. Tani pra po tresim këtu çokoladën me gjalpin. Natyrisht në këtë recetë shumë rëndësishëm gjalpi. Sa më mirë të jetë gjalpi, aq më mirë duhet dali brownie, sepse kjo pak përbër, do të thënë pak përbërës. Përbërësit kryesore janë gjalpi dhe çokolada. Këto të dyja duhet të jenë shumë cilësore. Se ndryshe nuk do ju dali brownie. Do ju dali kaq i mirë, se prap i mirë del ai, do të thënë, nuk diskutohet, po. Po nuk do dali në standardin më të lartë. Kështu që zgjidhni çokoladën shumë të mirë dhe gjalpin shumë të mirë. Këto dyja janë shumë të rëndësishme. Se pastaj nëse flasim për të tjerë, për shembull mielin ne e kemi gjatë dhe do ta zgjidhni dhe ju. Po, unë kam marrë atë shumë përdorim. Shumë përdorim. Po. Ose zonjat mund të përdorin atë që ka fryrësi brenda. Po, farinapin, mund të përdorin dhe farinapin, me thënë të drejtën, se farinapi ka dhe fryrësin brenda, ka dhe shijen, kështu që po unë e kisha ndarë fryrësin, thash ok. Ja, ky që nga me çokoladë, vetë. Po, mund të përdorin atë zonjat dhe do edhe fryrës. Ky ka shijen e çokoladës, ndërkohë ky tjetri këtu farinapi ka shijen e portokallit. E ka gati atlasi, pra mielli Ola, thjesht e përdorni bashkë me fryrës edhe keni mbaruar punë. Po, s'ke nevojë që të hedhësh fryrësin, edhe mielli i ka të gjitha. Sa do e mirë më Linda, ngjan çokolada kështu, copa. Kur shkrihet, të shkrin fare. Tash e di për çfarë vdesun, çokoladën me pana ajo është kështu. Pika ime dobët. Çfarë është ajo? Ja që do bëjmë atë sipër ganashën, çokoladën me pana nuk ka. Nga herë bëj vetëm kështu, e hedh në tasë, do të ngrihet edhe e ha. E ha, po. Jo, po ku di unë, si të jep një ndjesie kështu kjo? Lezeti, kjo çokolada e shkrir. Është e mirë dhe çokolada e ngrirë, patjetër. Po ku shkrihet kështu, s'ku di unë. Tjep Alban. Tjep shumë të drena. Neps! Ja, se do nga thot Adelaide, po, të zëvëndsojmë, se unë nuk e di, mu mbi shumë shpesh sheqeri. A thua do i zëvëndsojnë, do shpëtojnë nga nepset dhe gratë shtatë zëna? Adelaide. Ja, aty. Aty pastaj është
Misioni pa mundur më duket. Po, aty jo, nuk rekomandohet që ta zëvendësosh. Po pse mi? Ta marrë. Jo, është atë që të kërkon nepsi për bebin. Po. Pak të më kështu e justifikoja. Po kështu justifikonin gjitha zonjat e justifikojnë këtë lloj forme. Ke patur ti nepse të çuditshme? Ua, sa duhesh. Të çuditshme. Po tash me vajzën kur ishte shtatzan, neps kishte ajo gjithkohës limona. Limona pa fund tash, njeriu. Prandaj e këndon këtë këngën te Olulia? Ne, okay. Po. Ndërsa me djalin kisha qef spec djegës, gjithkohë speci djegës nuk mund të mungonte, nuk e di. Po kështu nga ato specat e mëdhenj, Po i pëlqejnë tani fëmijët? Ai si fut në gojë. Ai jo. Okej. Ajo limonin ok e do, po ky tjetri specin djegës nuk e ha. Tani që po mendoj unë ajo ime shoqë, sikur s'ka pas një neps kështu çuditshëm. Neps kjo herë ishte kështu çik. Quhet nepsi për të bler rroba? Ja. Ja, për shopping, okay. Ja, jo nuk quhet. Se këtë neps ka patur, vazhdon ta ketë. Kjo është ditë gjë. Unë u bëra 90 kg, kështu që s'kisha neps për të veshur. Tani do të hedhim çokoladën këtu, sepse po e hedh, sepse dua që të më ftohet. Ta heqim këtë, të duhet kjo më? Se do grim edhe atë çokoladën për ta zbukuruar sipër. Ta griun, ta kemi gati. Po, faleminderit Alba. Ju lutem. Pra këtu hodhëm çokoladën me gjalpin. Ta lë kështu ashpër paksa? E di si do ta bëjmë të Alban që të duket më bukur? Kështu. Do të ketë si copa, si e peti që e kisha lënë çik si të mëdha unë ato. Po mirë si të mëdha. Ke fotoja kështu, dua që të duken kur ti edhim sipër. Të mëdha. Ose ka një gjë të madhe, po domethënë kështu për qef. Jo, kemi mundësinë, pse mos të bëjmë? Do edhe një kap me kripë, kështu kaq pak sa kapin dy gishtat. Kam një thirrje tjetër për zonja që janë duke na ndjekur. Kur keni qenë 7 zën, nepsin më të çuditshëm që keni patur, na shkruani në shpinton.tch. Tani tek çokolata do të shtoj sheqerin, sepse është edhe nxehtë edhe më tretet mirë. Apo këtë thirrje do ta kisha bërë për burrat tonë, se ata i dinë shkretët të nepset e grave. Se kanë dalë në 12, 1, 2, 3 natës. E vërtet. Jo, unë këto kisha 9 muaj specin djegës, 9 muaj këtë limonin. Po mirë. Mirë, po atë ishte probleme gjithë dhe limonat. Na thonë zonja tani, dua të di se çfarë nepsesh keni patur të çuditshme kur keni qenë 7 zëna. Më pëlqen shumë fjala 7 zën, më shumë sa me barr. Jo, me barr unë. Me barr është shumë e ashpër. Jo, nuk e dua. Edhe ajo 7 zën, domethënë ka 7-in e zën, është? Pero është më e bukur. Si fjalë. Se kur më përpara, kur kam qenë më i vogël, kur dëgjoja 7 zën, thoya, po pse fëmia lin 9, pse 7 zën? 7 muaj. E lidh me kohën. Po është për 7-in. Tani ndërkohë që po më ftohen pak kjo çokolata me sheqerin, unë po ke kjo tenxhere do të hedh çokoladën me qumësh dhe panën. Në të njëjtin vend. Po, në të njëjtin vend që mos bëjmë pis 2 tenxhere. Unë po mundohem ta pres sa më mirë të jetë e mundur. Ajo është shumë e për estetik Albana, se s'ka një rëndësi farë, shia së drona, zgjë, kuptohet. Jo, e kuptoj. Unë e kam qef se duken më bukur copat. Okej. Po marrë përsëri këtë telin e vezve. është që ke madhë, këtë po marrë këtë që ka më të vogël. Tani këto që po bëjmë neve, pra, çokolata me panën, që po tres unë tani, do t'i hidhen brownit në basi ta kemi nxjerr nga furra, do vaket, ai do ftohet, dhe më pas do t'i shpërndajmë si për këtë çokolatën, bashkë me copat që po grinë Albani. Pas këtij operacioni, browni duhet rinja 2 orë në frigorifer. Këtij operacioni? Pas këtij veprimi? Po, pas këtij veprimi, okej, mirë. Pas këtij veprimi, ama s'e dhe operacion thuhet. Pas këtij veprimi ta lëm një 2 orë në frigorifer. Ç'ke? Asgjë, po ti e përkthe direkt nga italishtja, prandaj. Po çfarë them unë shkreta tash në gjë edhe më shkruaj. Prandaj pra po të them që ta rregulloj unë. Po. Pas këtij veprimi do ta lini 2 orë, pra, shpërndat këtë ganashën, shpërndat dhe ato dhe lëni 2 orë në frigorifer. I hequm këto? Ato po iqi. Tani edhe këtë kremin e kemi gati, kjo është ganasha sipër. Ganash. Po. Tani do të përfundojmë recetën tonë, pra që është baza e brownit, do të shtë vezët një nga një, sepse ndërkohë këtu masa jonë është vaku. Do e hedhim brenda të çokolata? Po. Okej, atë. Po e lam apo stafat që kjo të na ftohet. Po, shumë mirë. Kontrollojmë. Ta tundun shpejt, që mos na pritet. Po, shumë mirë, bravo.
them që duhet... Ju provojni me gishtin e vogël, unë e di me mend, me sy vet. Po ju do ta provoni me gishtin, nëse është e vakët, hidheni. Hidhe Alba, dhe përzihe shpejt e shpejt. Bravissimo, ashtu shumë. Se s'duhet priten vezës se nuk luajnë atë rolin që duhet luajnë kë ëmbëlsira. Bravissimo dhe këtë. Tre vezë. Edhe tjetrën, edhe jemi okej. Këto po I largoj. Tani na kanë mbetur këto pluhurat. Pluhurat për t'i hedhur. Shumë mirë. Se u lodhe mos e tundaj shumë. Po, s'ka gjë. Si u lidh tani kjo. Si bëhet. U bë më kremoz. Kjo dhe kështu është dalë për lukë. Okej, tani do të hedhim vetëm këto pluhurat që kam tu më janë, do të marr një sip patjetër, domethënë. Dhe do të që t'i japi majër jo për gjë tjetër. Po ashtu edhe fyrsi. Kripën pra një të kap me unë e hodha më parë. Gjithmonë e duan këto që kanë shumë çokoladë, kështu. Duhet çike thyn atë. Edhim edhe kakao dhe këtë mesit. Lërë, s'ka gjë. Pra, bëjë shumë s'ka gjë. Okay. Ka Alban, se është masa e dur. O, zot! Se kam thënë 30, nuk kam thënë 27. Okej, mirë në rregull. Tani do t'i përzim dhe asgjë tjetër s'do bëjmë, dhe ne kemi brumin ton gati për ta pjekur, siç thash dhe më parë, me 180 gradë, jo më shumë se 30 minuta. Nëse dëshironi të bëni provë me kruajtës e dhëmbësh, ajo duhet dali jo kështu qull, po tjetë që pak e veshur, shumë pak. Shumë pak, që do me thënë që ajo ka lak shtirë. Kaq. Edhe e keni gati. Nëse keni furrën me ventilim, me lojën e 175 dhe 20 minuta jo më tepër, 20-25, sepse ajo pjek më shpejt. Në rregull. Tash ne I dham gjithë variantet, kjo është gati. Do marr këtë unë spatulën, sepse me këtë... Ta mbledhim, se këtu anësorët nuk I kap. Ta marrim tash këtë. E këto është shumë mirë se ky shumë I shtrenjtë ky brumi, e duam. E duam që të shkeme të? Mirë, okej, shumë mirë. Tash I po e përzij me spatullën këtë, sepse mbetet pak anash ke tasi. E kam bërë gati tavën. Ja, tek e kemi gati. 25 cm, mund të përdorni pusho. Mund të përdorni... Stash asgjë! Do përdorni, ose nëse keni tavën kuadrate, 20 me 20, 20 me 25, jo më tepër, se do t'i qike dhe lartë kjo. Më thënë këshu. Tash do më mba që këto tasin ti mua, mos më qesh. Po them asgjë, po qesh fare. E mos tuaj. Se do më bësh të e fare këto tavën. Jo, qke? Po jo mi jo. Pa e di me disë për shaka. Bëjmë shaka. Ja. Keni parasysh të gjithë rregullat që Linda tha për procesin e pjekjes. Edhe pjekja, pa diskutim, është shumë rëndësishme. Mos harroni që ne kemi ganazhin gati, hajde komshie, dhe çokoladën gati. Pasi të piqet, siç tha Linda, do I vendoset sipër, apo jo? Po, tashi, jo më kot, do me thënë, e kam vënë dhe letër furre unë kësaj, sepse duke që brownie I but, është bëj vështirë për ta nxjerrë nga tava, kështu që lyeni me pak gjalp, me vitame, çfarë keni juve në shtëpi, Pjeni si për këtë letrën dhe është me thjesht për ta nxjerrë, ose nëse keni nga ato pasaj që I hiqet, e keni më të thjeshtë. E vendosim? I tham të gjitha? I tham të tëra. Okej. E vendosim tani? Tash e bëm. Me sa gradë dhe për sa kohë? 180, 30 minuta, jo më shumë. 30? Po, më po. E I hiqet pastaj ganazhi sa sipër. qef! Pastaj, atëre, nëse ganazhi ju është mpiksur, ju përziheni pak me këtë telin e vezëve ermasere, ose nëse do ju piksur, kalojni me atë rasin e vezëve Alban kështu, I jep një të përzije nëse të është piksur shumë, se vrasë çfarë çokoladë do përdor, nuk e di. Po, okej. Ndodhe dhe kjo. Do t'i hedhim ganazhin dhe pastaj do t'i hedhim këto fleta sipër. Ju ta shikoni ta lyem me ganazh, sipër dhe ato 2 orë në frigorifer dhe jemi okej. Duhen 2 orë në frigorifer, Po, nëse lëm, po ta lën zonjat. Sa orë duheshin në frigorifer? U varë dora. Asnjë orë. Asnjë orë. Ja kemi marrë dorën. Po, bravo. Nisim te akulli Alban. Po, do ta zgjidhim në atë formë. Absolutisht jo. Të therr.
Po lëre, më mirë jo. Po sikur do marri vesh. Po këtu do jem. Ja, do ta monitoroj. Shkojmë në publicitet tani, do rikthehemi pas pak me një tjetër recetë dhe më besoni ajo është e shkëlqyer, kështu që publicitet.